Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Arber Ajdari tregon sakrificën më të madhe që ka bërë për dashurinë. Ish opinionisti i Bigut Arber Ajdari vite më parë ka kurorzuar dashurinë e tij me Vlera Devollin, që sot kanë edhe një vajzë së bashku. Arbri në një intervistë rrëfeu për fillimet e lidhjes me Vlerën, ku tregoi se sakrifikoi mjaft shumë për dashurinë e tyre, duke udhëtuar çdo fundjavë për të qenë pranë partneres së tij. Megjithse distanca ishte e madhe, çiftia doli të ruajë dashurinë dhe sot janë prindër të lumtur të një vajze. Arbri i njohur për empatinë dhe ndihmën që ofron për të tjerët përmes organizatës së tij humanitare, këtë gjë e ka treguar në shumë raste kur i është dhënë mundësia.